Gjatë festave të fundvitit, të dashur shikues, truezat tona mbushen me ushqime të shumta dhe të ndryshme. Ato sigurisht përbën nga produkte të ndryshme, por krahas gëzimit, sigurisht që na rritet edhe nevoja për kujdes të shtuar dhe këtë duhet ta kemi ndaj sigurisë ushqimore. Nga blerja dhe ruajtja e produkteve deri te përgatitja edhe konsumi i tyre, çdo hap është i rëndësishëm për të shmangur rreziqet për shëndetin tonë. Për të folur më gjithësisht rreth masave parandaluese, kontrollave dhe këshillave për qytetarët gjatë kësaj periudhe, sot flasim me zotri Flamur Kadriu nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhe. Mirëmëngjes, mirë se gjeta. Cilat mund të jenë ndoshta rreziqet më të shpeshta që janë në këtë periudhë kohore për festat e fundvitit? Po, zakonisht në prag të festave rriten kapacitetet, domethënë, për konsum të ushqimeve, prandaj edhe rreziqet në një masë edhe shtohen, sidomos prej atyne operatorëve që nuk janë të përgjithshëm, mundohen që t'i plotësojnë ato nevojat e bizneseve të tyre dhe mund të anashkalojnë disa rregulla të cilat duhet përshtaten lidhur me ushqimin. Gjithashtu konsumatori si konsumator duhet me pas kujdesin, domethënë kur ka një sasi më të madhe të ushqimeve në qarkullim, atëherë t'i kushtoj një vëmendje më të mirë, më të madhe atyre ushqimeve të cilat edhe i blen. Cilat mund të jenë ndoshta masat shtesë që Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë i merr në këtë periudhë kohore? Për herë në prag të festave, çfarëdo sezone ato që janë, ne i marrim ato masat parandaluese, duke ditë që volumi i ushqimit domethënë shtohet në tregjet e tona dhe mundohemi që t'i mbajmë nën kontroll ato bizneset të cilat mund të shkaktojnë rreziqe potenciale tek konsumatorit. Domethënë shtohet frekuenca e kontrolleve dhe kemi një numër më të madh të inspektorëve të cilët frekuentojnë bizneset të cilat janë relativisht me festën, me të frekuentuara. Inspektorët sigurisht që bëjnë punën e tyre, ndonjëherë nuk mjaftojnë ndoshta të gjithë për me kontrollu, por kjo ndoshta është edhe barë e qytetarëve. Në çfarë duhet kenë më tepër kujdes qytetarët që të jenë më vëmendshëm gjatë kësaj periudhe, gjatë blerjes ose ruajtjes, gjithçka tjetër? Gjithsesi që konsumatori është një prej faktorëve shumë të rëndësishëm tërë zinxhirin ushqimor. Domethënë konsumatori duhet ta ketë kujdesin se çfarë produkti domethënë e blen. Ta shikoj datën e skadimit, nëse është ushqimi i paketuar, nëse është ushqimi i parapaketuar, domethënë të shoh vetitë e tij, të shoh afatet, datat se kur është prodhuar, sa ka qëndrueshmëri e kështu me radhë. Të shikoj se është i vendosur varësisht prej produktit në kushtet të cilat përshkruhen në etiketë. Duhet të jetë në zinxhirin ftofës apo jo, në atmosferë të thatë ose jo. Domethënë ta sheh sipas llojit të produktit, të sheh se a plotësohen ato kushtet të cilat janë të përshkruara. Ne gjithmonë jo vetëm insistojmë, por edhe tentojmë që operatorët të kenë gjitha informatat e nevojshme për konsumatorin të vendosura në produkt. Kurse për produktet të cilat nuk janë të paketuara, atëherë të shohin sipas vetive të produktit. Nëse është fjala për mishin ose djathin i cili e kemi të papaketuar, atëherë të shohin ngjyrën, aromën, dhe veti tjera të atij produktit të përshtaten me produktin në atë kohën sikur blehen ato. Po të jetë kujdesi edhe se si ruhen në shtëpi pastaj para se të konsumohen. Po, edhe origjina, me siguri është shumë e rëndësishme origjina e produkteve prej nga vjene. Patjetër, në etiketim duhet të jetë gjithmonë. Domethënë prodhuesi duhet të jetë origjina e produktit, kur është prodhuar, si të ruhet, si të përgatitet e kështu me radhë. A ka ndoshta ndonjë produkt që konsiderohet më i rrezikshëm, edhe që kërkon kushte më të mira të ruajtjes edhe është më specifik? Po, zakonisht ne i ndajmë në produkte me origjinë shtazore dhe produkte me origjinë bimore.
megjithse produktet me origjinë shtazore me përqindje janë më të vogla në treg, paraqisin rrezik më të madh se sa produktet me origjinë bimore. Që s'do me thonë, jo kushtimisht që ne nuk duhet të kemi kujdes nga produktet me origjinë jo shtazore, mirë po rreziqet janë më të mëdha tek produktet me origjinë shtazore. E tash kjo periudhë e atherjeve, ndoshta që po ndodh Gjithsesi, përveç asaj se Agencioni i Ushqimit e ka mandatin që ta mbrojë konsumatorin prej fermës deri në tryezë, domethënë e miremi një pjesë të madhe e jona, domethënë një pjesë e energjisë shkon në parandalimin e smundjeve të kafshëve, të cilat pastaj kalojnë tek njeriu, që është shumë segment me rëndësi. Mirë po, kryesisht rreziqet, domethënë një përqindje e madhe e rreziqeve, ata analistat e mëdhej e thonë që dikun 80% e rreziqeve vjen nga ushqimet me prejardhje shtazore, kështu që t'i jepet një kujdes më i madh produkte me origjinë shtazore. I dim që agjencia i ka vetëm disa kompetenca për kështu kontrole të këtyre ushqimeve sa janë në shitje, por që çfarë këshillash jepni për qytetarët gjatë ruajtjes dhe përgatitjes së ushqimeve? Në çka duhet të kenë kujdes? Gjithmonë qytetarit duhet ta ketë kujdesin e mbarvajtjes temperaturave në varësisht për produktit që duhet. Nëse flasim për produkte me origjinë shtazore, atëherë ato të ruhen në temperatura të ulta, mos të ekspozohen temperaturave të larta para se të konsumohen. Domethënë të jetë kujdesi aty. E dyti kujdes duhet të jetë prapë i lidhur me temperaturat, domethënë temperaturat e gatimit të përshtaten llojit të produktit për cilin flasim. Domethënë të jenë të kujdesshëm te ruajtja nëpër frigot e tyre apo ngrirësit e tyre në shtëpi dhe gjatë nxirjes, domethënë i arriti temperaturat e nevojshme gjatë gatimit ose gjatë pjekjes së ushqimit. Kësa jemi ne kështu si popullat vetëdijshëm për këto? Kemi informacione të mjaftueshme? Mendoj që po. Neve ndoshta kohëve të fundit kemi filluar të marrim ato edhe ushqimet të cilat nuk janë tradicionale, domethënë nuk janë të tonat që janë ma shumë të vendeve perëndimore dhe ne kemi pas gjithmonë një traditë që ti gatuaj ma gjatë, ti pjeki ma shumë produktet të cilat i konsumojnë. Tash kulturat e reja, trendet e reja shkojnë nga trendet që pjekja tjetë ma e shkurt, ose sidomos të mishnat janë ma shumë trendi që të konsumohen ma pak të pjekur e kështu me radhë. Mirë po, duhet të kemi kujdes edhe në atë punë se çfarë furnizimi e bojmë ose ku e blejmë, çfarë ka qenë eksponuar e kështu me radhë. Në rast se qytetarët dyshojnë ose kanë ndoshta ndonjë fakt për ushqime jo të sigurta, si duhet veprojnë këto raste ata? Pikësisht gjithmonë të lajmërojnë, të gjejnë mënyrën të lajmërojnë tek ne në Agjencionin e Ushqimit, ose përmes webfaqes ose përmes telefonave të publikuar, gjithmonë domethënë të na lajmërojmë. Ne mundohemi që çdo ankesë ta verifikojmë sa më shpejt që është e mundur. Thonë, kur kemi ankesën e konsumatorit, atëherë potenciali i rrezikut mund të jetë më potencial ose gjatë ndodhjes së kështu me radhë, kështu që e dërgojmë inspektorat sa më shpejt që është e mundur. Gjendjen e tregut e kemi këtu afër, ndoshta e shihni shumë shpesh, nuk e kemi shumë të mirë, edhe ndoshta duhet një investim pak më i madh nga komuna, nga institucionet përkatëse për me kriju kushte që tregu me qenë ndoshta me kushte më të mira edhe pastaj edhe ruajtja e ushqimeve do të jetë më mirë. Çfarë mendimi keni për ndoshta ushqime që shiten në tregje të tilla ose të shitës ambulant që ndoshta nuk janë shumë përshtatshëm për shitjen e tyre? Kjo është një temë e cila një kohë gjatë është folë për të është folë për këtë punë, ekspozimi i frutave, perimeve. Madje dhe mishit dhe djathrave ato nuk vjen shprehje, domethënë ato nuk do t'i konsiderojmë më tutje. Jo vetëm nga institucionet, mirë po as nga qytetarët nuk duhet të vinë në shprehje që produktet
të cilat nuk duhet shiten në rrugë, të konsumohen ose të blihen. Nuk flas vetëm për tregjet e gjelbërta që janë zyrtare faktikisht, po flas edhe për ato tregjet të cilat nuk janë zyrtare. Ne kemi shumë herë raste ku intervenimet i kemi me policinë e Kosovës, t'i largojmë therrjet ilegale të shpesve në për vende të ndryshme. Mirë po, është edhe qytetari e ka një rëndësi shumë të madhe, se qytetari nuk blen atë si produkti atëherë edhe nuk aktivitet nuk mundet me ndodhë. Kështu që ne mundohemi gjithmonë, mirë po duhet ta kemi parasysh edhe numrin sa kem kapacitetet njerëzore, sa i kemi që të intervenojmë gjithë se cilën herë, në se cilin treg, ose në se cilin shkelje që mundet me ndodhë. Tregjet duhet t'jenë të reguluara. Pikë së pari si të flasim për ushqimin, pa marrë parasysh se çfarë është, çka me njëherë na kujtohet është higjiena, domethënë duhet të kemi kushte higjienike të cilat i përshtatën produkteve me të cilët tregtojmë ose me të cilat ata i konsumojmë. Domethënë është një faktor jashtëzakonisht i rëndësishëm higjiena e produktit edhe higjiena e hapësirës së ku ekspozohet. Ne kemi shpesh thirrje që janë pemë të perimet e ekspozuara në pluhna për skaj rrugës e kështu më radhë. Vendin se ku ato shiten është mandat i tjerave institucioneve cilat i përcaktojnë vendet se ku të vendosen shtandet, ku të vendoset tregu. Mirë po, vlerësimin me vlerësim të rrezikut, do të thonë shkalla se çfarë rreziku mund të ato të paraqesin, është gjithmonë e vogël, kur të e ditë që pemë të perimet gjithmonë rriten në ambiente të jashtme dhe duhet të pastrohen, të lahen para se të konsumohen, do të thonë janë disa çështje të cilat duhet të trajtohen pak me kujdes edhe varësisht për çfarë rreziku ato paraqesin. Mirë po, produktet me origjinë shtazore asesi nuk duhet të ekspozohen në në temperatura të ndryshme atmosferike o në vende jo higjienike, do të thonë ato vende ku cilat ato mund të kontaminohen dhe të bartin pastaj edhe rrezikun të konsumatori gjatë konsumimit. Çfarë roli luan bashkëpunimi me qytetarët dhe me agjencinë? Po, vetëm fakti që kemi thirrje të shpeshta dhe që ne reagojmë jashtëzakonisht shpejt tregon që konsumatori e din adresën se ku të ankohet, ku t'i adresoj çështjet. Kështu që unë shpresoj që tashme përmes medjave, rrjeteve sociale, komunikimi është shumë më i lehtë dhe inkurajoj qytetarët që se për çdo gjë të pyesin, të vdesin, të ankohen edhe ta krijojmë një marrëdhënie më të mirë në kuptimin e mbikëqyrjes në tregut. Edhe konsumatori është mbikëqyrës jashtëzakonisht i mirë i tregut. Domethënë sidomos tash unë edhe dëshiroj të jap mesazh që këto në prag të festave që konsumatori ta shikoj produktin edhe njerë ta verifikoj se çka po blen, tash shiten ëmbëlsirat, shiten pakut për fëmijë kështu me radhë, edhe pse ne gjithmonë para festave mobilizohemi që ta kemi një prezencë më të madhe në treg, prap nuk mund të arrihet për shembull në çdo vend ku mundet të ekspozohet ushqimi ose të shitet, që të kemi inspektorët gjithmonë prezent. Kështu që konsumatori është një faktor, është një pjesë e mbikëqyrjes së tregut dhe inkurajoj që të lajmërohen secilën herë. Mirë shumë. Për një gjë mund pajtohemi që mbi ngarkesa e tregjeve në të fundvit ndikon cilësinë apo? Edhe pse ne nuk kemi mandatin për cilësinë, ne kemi mandatin për sigurinë e ushqimit, gjithmonë, domethënë sasia, kvantiteti, domethënë edhe kvaliteti vinë kundërshtim, janë në proporcion të shtrejtë, kështu që një prej arsyeve pse para festave mobilizohemi, ndërmarrim masa, është kjo arsye, që domethënë sasitë e mëdha të produkteve në treg, ekspozimi i tyre, domethënë mundet edhe ka njerë të shkaktoj edhe pengesa edhe me tutje, edhe jo vetëm në kvalitetin, po edhe në sigurinë e tyre. Po sepse mund të ketë edhe raste të helmimeve me ushqime gjatë festave të fundvitit. Gjithmonë i kemi që rastet me helmime ndodhin gjatë festave, gjatë
gjatë konzumit më të frekuentuar. Si du të trajtojnë ushqimet e mbetura pas festave për të shmangur rrezikun për shëndetin në përgjithësi? Po, tash, varësisht prej produktit, çfarë produkti kemi, normal ato ushqimet të cilat nuk arrim t'i harxojmë, do t'i vendosim në regjime temperaturash, do më thonë t'i ftofim, më stilojmë të ekspozuara në temperaturat të cilat janë në mes 4 edhe 60 gradë Celsius, ku i mundsojmë bakterieve që ta kenat shumimin e tyre pastaj, po t'i vendosim me njerë në për frigo, ose t'i vendosim në kushtet të cilat ato duhet mbahen, varësisht prej ushqimit. Çfarë këshillash keni për ushqimet tradicionale të cilat konsumohen përgjithsisht e që përgatiten në kushte shtëpie? Po, faktikisht ne asnjëherë nuk kemi pas probleme me ushqimet tradicionale. Është vërtet. Është ai ushqim. Ja kemi marrë dorën. Ja kemi marrë dorën, fakt, që mas miri i dim karakteristikat e tyre, kështu që nuk kemi probleme me ushqimet tradicionale. Edhe janë më të mirat. Unë e thonë që po. Shumë, edhe unë pajtohem me këtë. Qytetarët për standardet e kualitetit të ushqimit janë të informuar, kështu në përgjithsisht, e din, ka ndryshu vedia, është ngrit vedia. Po sigurisht, tash fol medjave, rrjeteve sociale, nuk ka më informat që nuk e kemi qasin edhe nuk i shofim. Edhe gjithmonë, unë besoj që edhe në për shkolla përmenden kushtet higjienike, përmenden gatimet, përmenden smundjet e kështu më radhë, do me thonë, ka vedijet mjaftueshme që t'i shmangim problemet që mund t'i kemi me ushqim. Mirë po, nuk duhet mungojnë emisionet ndryshme, edukative e tjera të cilat gjithmonë e ngritin një nivel më të lartë të kujdesin ndaj ushqimit, ndaj produkteve të cilat i konsumojnë. Programi Mëngjesit e ka vazhdueshëm këtë emisionin, vërtet e shoh që e bën diferencën te kjo pjesë, se është shumë e nevojshme informacioni i saktë dhe i duhur për gjithë ata në mënyrë që të kenë më tepër kujdes për çështje të caktuara. Mendoj që kemi një frekuencë të mirë paraqitjes në media, ne si institucion, dhe nuk pritojmë që çdo herë ta shfrytëzojmë mundësinë të japim mesazh ose informata të duhura konsumatorit. Edhe ne ju falenderojmë për të, edhe për këtë intervistë sot, për kohën e gjithashtu, për gjitha. Faleminderit shumë. Të dashur